Më së pari duhet falenderoj qytetarët që në një mënyrë ose në një tjetër ju përgjigjin pozitivisht thirrjes së policisë rrugore për të respektuar vendosjen e rripit të qarkullimit. Pas një periudhe jo të shkurtër të masave sensibilizuese dhe paralajmëruese të policisë rrugore dhe pas aplikimit të masave më të rënda të gjobës ndaj qytetarëve që nuk vendosin rripin e qarkullimit, sot unë me shumë kënaqësi konstatoj që policia rrugore mbi 90% e ka fare të kollaj të shohë që të gjithë drejtuesit e mjeteve përdorin rripin e sigurimit. Pra, e shfrytëzoj këtë rast për të falenderuar të gjithë ata që drejtojnë një mjet në rrugët e Shqipërisë, sepse qoftë në rast sensibilizimit, qoftë në rast të detyrimit për shkak të gjobës, kosto që kanë paguar për shkak të gjobës për mungesë të rripit sigurimit është gjithmonë më e vogël se sa kosto që do vuanin të gjithë, më së pari familja tyre dhe pastaj shoqëria në tërësi, nga kosto në shëndet apo në jetën e qytetarëve. Në harkun kohor të një muaji, policia rrugore mjofton që janë diçka më shumë se sa 11.000 gjoba, që duken shumë, po në total janë diçka më pak se sa 3% e të gjithë mjeteve që lvizin në rrugët e Shqipërisë. Me kaq pak kemi bërë ato që për 20 vjet nuk është bërë, që t'i bindim drejtuesit e mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, për të garantuar shëndetin dhe jetën, duke vendosur rripin e sigurimit. Pra ishte një masë e domosdoshme, policia rrugore do vijojë akoma më shumë në forcimin e kësaj norme për të garantuar që qytetarët të vendosin rripin e sigurimit, kjo pavarësisht faktit nëse lvizja është në qytete apo në rrugët ndërlidhëse. Ajo që është e rëndësishme, sipas meje dhe sipas nesh, ka të bëjë me mundësinë që kemi ne për të shpëtuar sa më shumë jetë dhe fal kësaj fushate, fal vendosmërisë tonë për të kërkuar me sensibilizim apo me ndëshkim vendosin e rripit sigurimit, kemi shpëtuar 9 jetë njerëzish vetëm këtë muaj, krahasuar edhe me gushtin e këtij viti, krahasuar edhe me shtatorin e një viti më parë. Pra, vetëm duke sankcionuar dhe duke kontrolluar në mënyrë rigoroze vendosin e rripit të sigurimit për të gjithë ata që drejtojnë mjetet, kemi shpëtuar 9 jetë njerëzish. Kjo është një pasuri shumë e madhe. Përndryshe, nëse do vazhdonte kaosi i 20 viteve, nëse do vazhdonte rrëmuja e 20 viteve dhe marrëdhënia e çale e 20 viteve ndërmjet drejtuesit mjetit dhe punojësit policisë rrugore, do kishim kosto në shëndet dhe në jetë. Për ne është shumë e rëndësishme që t'i bëjmë qytetarët kuptojnë, ata që përdorin rrugën, qoftë si drejtues mjetësh, qoftë si këmsor, është e rëndësishme të kuptojnë që çdo rregull vlen për të shpëtuar një jetë. Vlen për të kursyer shëndetin, që në fund të ditës është prap kosto shtesë për shoqërinë. Prandaj është e domosdoshme që të bëjmë gjithçka është e mundur, duke sensibilizuar, por edhe duke forcuar me masa ndëshkuese respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Policia rrugore do vazhdoj me rripin e sigurimit, ne do vazhdojmë të kërkojmë nga drejtuesit e mjeteve që të respektojnë kodin rrugor duke vendosur rripin e sigurimit. I kemi dëshmuar shoqërisë që vetëm në një muaj mund të shpëtojmë 9 jetë njerëzish dhe do vazhdojmë të kërkojmë akoma më shumë, sepse ne besojmë që pasuria më e vjetër që është jeta e qytetarëve duhet domosdoshmërisht të mbrohet. Nga ana tjetër, duke filluar nga muaj tjetër, policia rrugore do filloj masat paraprake sensibilizuese për përdorimin e celularit në makinë. Është një problem shumë i madh, vetëm vitin e kaluar 15% e aksidenteve fatale kanë ndodhur si pasojë e përdorjes së celularit në drejtimin e automjetit. Pas rripit sigurimit është çështja e dytë madhore që shkakton pasoja të rënda në shëndet dhe pasoja fatale në jetën e qytetarëve në vendin tonë. Dhe ndaj duhet domosdoshmërisht marrim masa radikale për ta bërë edhe përdorimin e celularit një lloj si rripin e sigurimit, një gjë tërësisht pa lejueshme në drejtimin e automjetit. Ju kujtoj që Shqipëria në mënyrë ciklike çdo vit humbet në rendin e 300 jetëve në vit për shkak të aksidenteve rrugore.
diku më shumë, diku më pak, kjo varet nga vitet dhe nga puna e policisë rrugore, ashtu siç dhe nga puna që bëhet me rrjetin e infrastrukturës rrugore, apo dhe nga sensibilizimi i drejtuesve të mjeteve. Është një bilanc tërësisht i patolerueshëm krahasuar me atë që kërkojmë ne dhe krahasuar me çdo vend të rajonit dhe akoma më shumë me çdo vend të Europës. Në qoftë se me rripin e sigurimit dham prova që mund të bëjmë shumë për të parandaluar humbjen e jetës së njerëzve dhe shpëtuam 9 jetë brenda një muaji, unë besoj që edhe me përdorimin e celularit në rrugë do kemi po të njëjtin rezultat dhe po të njëjtin sukses. Ka nevojë për të ndryshuar kodi rrugor dhe për këtë arsye ne do shtojmë masën e gjobës për ata që përdorin rrjetin celularin në drejtimin e mjetit nga njëra anë, nga ana tjetër do aplikojmë masën e sotme maksimale dhe policia rrugore do përdori këtë si një pretekst të nevojshëm për të futur në kontroll total çdo person që përdor celularin në drejtimin e automjetit. Çdo person me celular në dorë duke i dhënë makinës është një rrezik publik. Ashtu siç çdo person që nuk përdor të rripin ishte mbi të gjitha rreziku i vetes dhe patjetër një rrezik për shoqërinë, ata që përdorin celularin në drejtimin e mjetit janë një rrezik për veten dhe për shoqërinë. Për gjithë ata që përdorin rrugën, qoftë si drejtues mjetësh, qoftë si këmbësor. Ndaj ne këtë do e quajmë si stacionin e dytë, si gurin kilometrik të dytë për të arritur gjithçka është e mundur nëpërmjet masave sensibilizuese dhe ndëshkuese të policisë rrugore, në mënyrë që rrugët tona të jenë më të sigurta. Zotëri, kam një pyetje. Përgjithësimi tek aksidentet rrugore, në instancë ka dalë një raport 2 ditë më parë ku tregon që numri i aksidenteve është rritur krahasuar me tremujorin e vitit një viti më parë, është rritur me 9.3%, duke sjellë kështu edhe rritjen e personave të plagosur apo edhe personave që kanë humbur jetën. Pra kemi një rritje të numrit të aksidenteve këtë vit. Unë besoj në një mënyrë apo një tjetër i dhash përgjigje pyetjes tuaj. Për ne është shqetësim madhor siguria në rrugë. Për ne është shqetësim madhor statistika e aksidenteve në rrugë, qoftë këtë vit, qoftë çdo vit që ka kaluar më parë. Ashtu siç është shqetësim madhor dëmtimi në shëndetin apo humbja e jetëve të qytetarëve shqiptarë në rrugët e Shqipërisë. Pikërisht për shkak të këtij shqetësimi, pikërisht për shkak të vetdijes tonë se rrugët tona duhet të jenë në mënyrë definitive më të sigurta, nisëm një fushat sensibilizuese dhe ndëshkuese për rripin e sigurimit, e cila dha rezultat shkëlqyer, sepse brenda një muaji shpëtuam 9 jetë qytetarësh. Duhet vazhdojmë për shkak të kësaj vetdije tonën, duhet vazhdojmë edhe me përdorimin e celularit, i cili është një problem madhor. Pra gjithçka ka ndodhur në të kaluarën, gjithçka ka ndodhur në këto 20 vite në rrugët e Shqipërisë, është një motiv më shumë për ne që të bëjmë gjithçka është e mundur me policinë rrugore, me masat edukuese dhe sensibilizuese, që qytetarët ta shohin rrugën si një mjet komunikimi të sigurt, jo si një mjet të kërcënimit publik. Pra, nëse nga njëra anë i provuam shoqërisë që me rripin e sigurimit shpëtuam brenda një muaji 9 jetë, jam shumë i bindur që të njëjtin rezultat do kemi edhe duke hequr celularët nga dora e gjithë atyre që kanë timonin në dorë.